بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij dhe pasuesit e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhallal xhelalu lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që të jemi ndër ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa herë që besimtarët mblidhen dhe të bëhen në shtëpiat e Zotit, për hatër të Zotit, për të lexuar Kur'anin, ose për të medituar rreth Kur'anit, ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, do të mbulohen nga melajket, pra melajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë në tokë, Allahu i përmend atje ku është ai, qofshim ne të gjithë pa përjashtim pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Lutë Zotin e Madh që ky Kur'an të jetë dritë për ne në këtë botë, dritë për ne në jetën e varrit dhe dritë dhe ndërmjetësim dhe dëshmi dhe avokat për ne ditën e Kiametit. Allahu në lutë që të jemi prej atyre njerëzve për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatu. Ata të cilët i përkushtohen shumë Kur'anit janë të zgjedhurit, të veçantët e Allahut dhe më të mirët ndër krijesat e tij. Zoti na boft për atyre njerëz të cilët angazhohen me Kur'an dhe Kur'ani është udhëzim dhe orientim për ta. Amin. Ne pothuajse kemi mbyllur surën El-Bejjina. Argumenti ose faktet. Allahu xhallal xhelalu në këtë sure tregon domosdoshmërinë, nevojën që kishte njerëzimi për ardhjen e profetit alayhi salatu wassalam. Përndryshe, njerëzit do të ishin shumë të justifikuar me mosbesimin e tyre, apo me mohimin e tyre, apo me deviacionet e tyre, apo me paganizmat e tyre, apo me idhujtaritë e tyre. Ardhja e pejgamberit alayhi salatu wassalam i ndau gjërat, e ndau dritën nga errësira, të bardhën nga e zeza, të vërtetën nga e kota. Kështu që njerëzimi përballë asaj që erdhi me të pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte tre pozicionime. Pozicionimi i atyre që e pranuan dhe e përthithën dhe jetuan me të, ata të cilët e refuzuan dhe i kthyn shpinën dhe e kundërshtuan apo edhe e luftuan ndoshta etj, dhe ata të cilët ndoshta e kuptuan që ajo është e vërteta, po nuk e ndoqën, apo nuk u ka ardhur fare akoma, le të themi, mesazhi. Në këtë rast, rastin e fundit, do të ketë sprovë ditën e Kiametit. Ndërsa vetëdia e njeriut se Islami apo Kur'ani apo se Muhamedi alayhis salam janë e vërteta nuk është e mjaftueshme derisa njeriu të deklarojë pranimin, futjen dhe ecjen pastaj sipas mundësisë, sipas aftësisë, sipas devotshmërisë apo ndërgjegjjes që ka secili prej njerëzve. Jemi ndalur pikërisht javën e kaluar tek ajeti i fundit, ku Zoti tha: Ulaikum khairul bariyya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Ky është shpërblimi i atyre të cilët khashije rabbe. Khashije, kemi dy terma, kemi khauf min Allah dhe kemi khashije min Allah. Khauf përdoret zakonisht kur friksohesh prej dikujt edhe pse nuk e din se çfarë force dhe fuqie ka ai.
ndërsa khashje përdoret kur ke frikë prej dikujt dhe e din forcën, fuqinë dhe kapacitetin e tij. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an kur flet për dy termat thot innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Khashje për Allahun kanë njerëzit e ditur. Kur flet Zoti për me lajket e përdor dhe termin khashiun. Kur flet për pejgamberët wa kanu lana khashiin, përdor termin khashje. Kjo frika që nuk kupton duke e ditë se me kë ke të bësh. Nërsa khauf o khafuni in kuntum mu'minin. Andaj mu friksoni mua nëse jeni besimtar. Po nuk është të thënë që çdo besimtar ta di madhështinë, fuqinë, pushtetin e Zotit, ndërsa dietarët presupozohet që janë njohësit më të mirë dhe më të diturit me Zotin dhe për Zotin e tyre. Për këtë arsye përdoret ky lloj termi. Kur themi el-khashje, pra përkushtuarit, friksuarit, të ndjeshmit. Khashje do thot frika me ndjeshmëri. Do thon njeriu që ka khashje me Allah ka ndjeshmëri, preket shpejt, tërhiqet shpejt, mendon thellë, sepse ka khashje. Nësa që thjesht ka frikë, ka momentale dhe harron shpejt, nuk reflekton, nuk ka ndjeshmëri, nuk mendon thellë gjërat. Nësa që ka khashje është komplet temë tjetër. Për këtë arsye numërohet el-khashje si një shkallë shumë më e lartë në shkallët e ngjitjes të Zotit se sa shkalla el-khauf, sa shkalla e frikës, pra ndaj të madhit Zot, Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an tregon, si më thënë, efektin më të shpejt për të përkujtuar njeriu, për të ndërgjegjësuar njeriu, për të pas ndjeshmëri të thellë nëpërmjet Kur'anit apo këshillës, është kjo lloj shkalle. Tha Zoti: "Wa anzir bihi alladhina yakhshawna rabbahum." Tërhiqi vërejtjen nëpërmjet Kur'anit atyre të cilët kanë khashje ndaj Zotit të tyre. Ose në surën Yasin: "Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib." Thon dietarët, bashkim më të çuditshëm se sa ky ajet nuk ka. Wa khashiya ar-rahman bil ghaib. I është friksuar thellë të gjithë mëshirshmit. Pra fakti i dijes së tyre se Zoti është mëshiruesi, i gjithë mëshirshmi, i dashuri, kjo nuk i boni që të humbin ndjeshmërinë, e të flejnë, e të rinë të qetë kur i thonë se Zoti fal dhe mëshiron. Jo. Përkundrazi i bën më të ndjeshëm, edhe pse e din se Zoti është mëshirshëm, edhe pse e din se mëshira e Zotit është më e madhe ndaj njeriu se sa mëshira e nonës për fëmijën e vet apo e babës për fëmijën e vet, megjithatë kjo nuk i lën të qetë, pra me kuptimin iman vazhdimisht karikum, iman vazhdimisht të në vëmendje dhe i bën vazhdimisht të kujdesshëm. Ose siç thotë për shembull Zoti në fundin e surës El-Mulk, në ajetin e fundit, çfarë thotë? Ajeti fundit i faqes parë. Ajeti fundit i faqes parë. Right. Apo ta lexojmë faqen nga fillimi. Shifë si është ajeti. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ata të cilët kanë khashje, friksohen Zotit të tyre, pa frikë e thellë, jo frikë fobie, frikë meditimi, frikë përjetimi,
Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Këta kanë faljen të padiskutueshme. Pse se efektin këta e kanë të gjatë. Pra nuk është si punë njëri që friksohet një moment dhe harron kur del jashtë. Jo, ai e merr me vete, e shoqëron kjo me vete. Për këtë arsye Allahu xhelalu kur lavdrojnë Kur'an dhe kur tha se do të ketë njerëz nga ata që falin namaz xhenetli, në të treja rastet e përmendura në Kur'an shoqërohet namazi me fjalën khashiin. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Për këtë arsye kanë thonë el-khushu' fi s-salat, kanë përkthyer për shembull fjalën khushu, frikë respekt. Atë është interesant, frikë respekt. Pra një frikë me respekt, një frikë e cila lën efekt. Kanë shpëtuar besimtarët që falin namazin në rregull dhe në namazin e tyre janë të friksuar, të ndjeshëm, e ndjejnë Allahun. Ky lloj namazi rregullon jetën, ky lloj namazi rregullon kur del nga xhamia, ky lloj namazi rregullon në raport me pasuritë të tjerëve, me si më thon me si themi me shejtërinë të tjerëve, shejtëria e njerëzve në pasuritë e tyre, shejtëria e njerëzve në jetët e tyre, shejtëria e njerëzve në dinjitetin e tyre. Ky lloj namazi. Për këtë arsye tha tu në surën Al-Bayyina, dhalika liman khashiya rabbe. Pra ai një që arrin këtë grad e ka xhenetin të sigurt, aty do të jetë përjetësisht. Po mirë ai që nuk arrin këtë grad, mëshira e Zotit është e madhe. Mëshira e Zotit është e madhe. Allahu vetëm shirkun dhe idhujtarinë nuk e fal. Tjerat edhe nëse nuk i fal në moment, do t'i fali më vonë. Se Zoti e ka bërë haram xhehenemit që të mbajnë në përjetësi në të njerëz që kanë besuar Allahun dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka haram, nuk mund t'i mbaj përjetësisht. Kështu që dikush më herët, e dikush mesatarisht, e dikush më vonë gjithë do dalin nga zjarri i xhehenemit. Në surën Qaf, çfarë thot Zoti i Madh? Në faqen e dytë të surës Qaf, kur flet për njerëzit që i bën dobi Kur'anit dhe leximi i Kur'anit. Ajetet e fundit surës Qaf, Yunus. Pa lexoj përpara? Men khashiya ar-Rahman bil ghaibi. Men khashiya ar-Rahman bil ghaib. Pra, e kuptuam sa e rëndësishme është kjo gjëja. Pejgamberi alayhis salam ka pas bërë një dua shumë interesante dhe unë do doja që ta mësojmë këtë duan që do themi tani. Ka qenë një lutje e gjatë, po të paktën këtë pjesën ta mësojmë. Allahumma inni as'aluka khashiyataka fi sirri wa shahada. O Allah, o Zoti im, kërkoj prej teje të arri shkallën e frikë respektit, fi sirr në fshehtësi o shahada, edhe në dukshmëri apo kur jam me njerëz, në fshehtësi dhe haptas. Paqeka e rëndësishme. Për këtë arsye Allahu xhelaluhu në një ajet tjetër kuranor i mbledh gjitha këto. Se themi ne ora si të arrijmë këtë gradën. Ti mund përmendësh shumë gjëra si arrihet devotshmëria. Ti mund thosh 1 me sinqeritet, 2 duke ndjek pejgamberin e Islam, 3 duke i bërë llogarit vetvetes, 4 mund thosh duke përmend shumë Zotin, gjitha janë të sakta.
duke u larguar prej gjunave të mëdha, duke bërë tobe nëse bjerë nga bime. Të gjitha këto janë të sakta, po ka një ajet që jep një si më thon paraqitje tjetër. Allahu xhël xhelalu në këtë ajet që unë do të them, flet për një familje profetësh, familje pejgamberësh. Kanu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Kanë thënë dietar, ky ajet i ka përmbledhur të gjitha çfarë ka të bëjë me frikë respektin, me këtë khashjen. Nxitonin në vepra të mira, luteshin me shpresë dhe me frikë, dhe ndaj Zotit ishin khashin. Që do me thonë, nxitimi ose garimi i njeriut, ose dëshira e njeriut, vullneti i njeriut për të bërë vepra të mira, e rrit ndjeshmërinë. Lutja e vazhdueshme e ndihmon, se kjo nuk është gjë që arrihet sado që ti ka nevojë për lutje të vazhdueshme dhe të përhershme. Dhe e kundërta, thonë, nëse njëri është në këtë shkallë, i pranohen lutjet dhe duat, dhe ky nuk bën dallim në vepra. I jepet mundësia me fal sunetet nuk i ikin. I jepet mundësia me fal duhan. I jepet mundësia me agju të hëntejte, agjon të hëntejte. El musara'atu fil khairat dalilun al khashiyah. Nxitimi i njeriut ose përhershmëria, nxitimi, vullneti, dëshira e njeriut për të bërë vazhdimisht vepra të mira është argument i khashjes. Për këtë arsye, sa më i ditur të jetë njeriu, aq më shumë presupozohet të shkojë njeriu në gradën e khashjes. Ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, innamal ilmu ma awratha khashyatan. Dija e vërtet është ajo që transmetohet ose përkthehet në khashje. Thamë ne pak më herët që kjo lloj shkallë ka ndjeshmëri të lartë, sidomos ndaj Kur'anit, sidomos ndaj fjalës Zotit. Allahu xhalla xhelalu në surën Taha ose Maryam, në surën Maryam, flet se çfarë efekti ka, le të themi, fjala e Zotit te kjo kategori njerëzish. Ulaika alladhina hada Allahu min dhurriyyati Adama wa mimman ma'a Nuhin min dhurriyyati wa Ismail idha tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Flet Allahu për klasën më të zgjedhur të njerëzimit, profetët. Ata thot, kur i lexoheshin fjalët e Zotit, binin në sejdë dhe qanin. Prandaj, le të themi, një nga treguesit ose tregon, do të thonë, është Kur'ani dhe raporti i njeriut me Kur'anin. Argumentojmë nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur është lexuar atij Kur'an nga dikush tjetër ka qenë. Kur ka dëgjuar Kur'anin prej të tjerëve, pra prekej, ose kur dëgjonte dikush që lexonte Kur'an, ndalonte e dëgjonte me vëmendje leximin e tij, siç është në hadithin e Ebu Musa al-Ashariut. Pra, domethënë, kjo puna e frikë respektit nënkupton njeriu që ndjen me një lloj ndjeshmërie e cila ka efekt dhe që e bën njeriu sidomos me Kur'anin të lidhur dhe të ndjeshëm, dhe po kështu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ne themi, sa më shumë të kapet njeriu me sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasallam, aq më shumë ky është një argument i ndjeshmërisë së frikë respektit, i khashjes në zemrën e tij.
Mirë, atëherë, domethënë e përmblodhëm, u mundum ta përmbledhim pra këtë rëndësinë që ka ndjeshmëria e frikë respektit apo frikës ndaj Zotit në rregullimin dhe përmirësimin e raporteve. Edhe me njerëzit pastaj ndikon kjo gjë, sepse është e pamund të gjesh një që të jetë kaq i ndjeshëm e të jetë problematik. Nuk ndodh. Një problematik nuk mund të jetë në el-khashin. Nuk mund të jetë njëri problematik në familje, me komshiun, në punë, nuk mund të jetë, nuk ka diçka që nuk shkon. Pse o vëllezër ka diçka që nuk shkon? Është e pamundur që njeriu, domethënë, të ndryshojë thelbësisht nga momenti në moment. Njeriu mund ndikohet nga faktorët dhe të obsohet, po që të fiket e të ndizet nga momenti në moment, këtu mund të ketë khauf, po s'ka khashje. Khaufi po. Njeriu friksohet, maron, kthehet ndoshta më keq se çka qenë, siç tha Zoti në Kur'an për mohuesit kur janë ndet të rrezikojnë të myten, çfarë tha? Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, falamma najahum ila al-barri idha hum mushrikun. Kur janë keq e po rrezikon mbytyja, i lutën Allahut, Zotit mod, me sinqeritet dhe me besim të pastër, sa shpëtojnë e dalin breg, kthehen pra këtu nuk kishim khashje, këtu çfarë kishim? Frikë. Kurse khashja ka efekt. Khashja, për këtë arsye, për ta mbyllur këtë pikë, Allahu xhalla xhelalu kur foli për namazin Kur'an, çfarë tha? Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi e ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fllihur, e shëmtuar dhe e keqe. Sepse ideja e namazit, cila është ideja e namazit? Namazi me khushua. Ideja e namazit është namazi i ndjer me frikë, me respekt, me ndjeshmëri. Ky lloj namazi po. Nëse namazi që bëhet me frikë, duhet më falë se shkojnë në xhenem, po s'u fala, dhe kjo është e drejtë faktikisht, nuk është e thonë që të ndryshoj jetën e njeriut mbas namazit, apo jetën e njeriut para namazit. Dhe kjo vjet re, domethënë tek njerëzit që falën namaz. Pra, logjikisht nuk imagjinohet që njëri që fal namaz të bëj X apo Y apo Z vepër. Ndërkohë që ka, nuk imagjinohet që njerëz që fal namaz sillen kështu. Nuk imagjinohet. Atëherë ka, do të thotë se namazi nuk është me khushu, po është namaz. Ai e fal namaz. S'ka për të dënuar se s'ka fal namaz. Amo jeta e tij nuk ndryshon me këtë lloj namazi. Për të vazhduar me pikën e dytë. Tha Zoti këtu në ajetin e fundit, radiyallahu anhum wa raduan. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata do të kënaqen me Allahun. Ne muslimanët besojmë se ndër atributet e Zotit është ai kënaqet me vepërmirët. Kënaqet i madhi Zot, Allahu xhel xelalu, dhe nuk e interpretojmë as nuk e, si më thënë, nuk e ndryshojmë kuptimin e tjerë. Ndër lutjet e pejgamberit ose ndër format se si pejgamberi si më thonë, e madhëronte Zotin në mëngjes dhe në mbrëmje 3 herë, çfarë thoshte? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kjo gjithashtu është transmetuar edhe ku në vend tjetër, ku thuhet kjo lutje ose ky dhikur, ku bëhet në vend tjetër përveç se në mëngjes dhe në mbrëmje? Pas apo në mes të ezanit. Kur thot muezini ashhadu anna Muhammed Rasulullah, ty, domethënë është prej dhikrit me thon raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, përveç asaj që thua ashhadu an la ilaha illallah dhe ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. A ka ndonjë metodë të shpejtë, këtë unë desha të trajtoj, a ka ndonjë metodë të shpejtë që njeriu ta fitojë kënaqësinë e Allahut? Fitohet kënaqësia e Allahut xhalla xhelaluhu duke ja kërkuar atij
Kjo është më e lehta, më e thjeshta, më e shpejta, o Allah, kënaqur prej meje, o Zoti im. Jo të thush atë që tham ne, jam i kënaqur unë. Jo, më ti duhet i lutesh Allahut, o Allah, je i kënaqur prej meje. Duke pas parasysh se ç'është kënaqësia e Allahut, se folëm javën e kaluar ç'është kënaqësia e Allahut, që mos përsërisim fjalën. Po u kënaq Allahu me robën e tij, ky njeri as në këtë botë, as në jetën e varrit, as ditën e Kiametit, ky njeri nuk shef më keq me sy. Nuk shef kurr, nuk ka më, shuhet çdo gjë, fiket çdo gjë në raport me këtë njeri. Qofse e run. E dyta, duke realizuar fundin e këtij ajeti, çfarë tha Zoti? Radiallahu anhum, wa radu an, dhalika liman khashiya rabbe. Kush arrin shkallën e khashijes, Allah është i kënaqur prej tij. Ma u rifuni historia. Sepse thot Zoti këtu, domethënë nuk ka më të thjeshtë dhe më të qartë. Dhalika liman khashiya rabbe. Kënaqur Allahu për tyre dhe ata janë kënaqur për Allahun, e kjo është për të gjithë ata që janë friksuar ose kanë pas frikë dhe respekt ndaj Allahut të lartë madhëruar. Khashia Rabbe. Mirë? Me faqe shpejt. Tre, prindrit. Tham të shpejta, e do të shpejt fare, kënaq prindrit. Gëzoj prindrit. Kënaqësia e Allahut është kënaqësia e kujt? E prindërve. 3. Të thush dhe të lutesh që Zoti të jetë i kënaqur ndaj atyre që Allahu ka thënë se është i kënaqur prej tyre në Kur'an, e përkthyer më thjesht të duash sahabët dhe sa herë ti përmendesh të thuash radiallahu anhum ose radiallahu anhu nëse është një. Pse? Çfarë ka thënë Allahu për sahabët në Kur'an? Ka thënë Allahu xhelalu për sahabët në Kur'an, radiallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur prej tyre dhe ata janë të kënaqur prej tij. Atëherë çdo njeri që i do sahabët radiallahu ta'ala anhum dhe lutet për ta, ti tani po do dikë që ti tani po lutesh për dikë që Allah është i kënaqur me të. Je në linjë. A kupton? Je në linjë. 4. Të ngutesh për të kënaqur Zotin. Jo ta lesh kënaqësinë e Zotit, po e kapa, po se kapa, jo. Çfarë i tha Musa alayhis salam Allahu xhelalu Kur'an, siç e thot Zoti në Kur'an? Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Unguta o Zot, unguta, se i tha Zoti, wa ma ajalaka an qawmika ya Musa, pse unguta o Musa, pse erdhe para kohe? Tha unguta o Zoti im për të ti që ti jesh i kënaqur prej meje. Pra nga kjo kuptohet se njeriu në punët ku është kënaqësia e Allahut mundohet të jetë më herët se ç'duhet. Ja ju alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ati, çfarë tha? Fas'au, nxitoni në vendet ku përmendet Allahu, nxitoni. Është kënaqësia e Allahut. Është hap kënaqësia e Allahut. E kur hapet kënaqësia e Allahut, njeriu nuk mund të jetë, domethënë, si më thonë, i dembelosur apo çat dali. Jo më vëlla. Garo, pse? Allahu kur shef tek ti dëshirën tate dhe mundin tat ta shpërblen edhe nëse nuk arrin. Argumenti. Kush më jep një argument fort? Hadithi i njetit. Hadithi aty që nuk prezanton te buk. Po është një hadith tjetër shumë i fortë fare, thot ai njeri që niset për xhami për ta kap namazin dhe nuk e kap, Allahu jep sevapin e shpërblimit sikur e ka kap. Kur shkoni në xhami tha mos vraponi. Çfarë të arrini, kapeni, çfarë nuk arrini, plotsojeni. Pra sevapin e keni marrë. Dhe nga këtu imja po vallaj. Dhe nga këtu kuptohet që
Domethënë, nga këtu kuptohet që njeriu në punët e ahiretit, në punët e kënaqësisë Zotit, pra nxiton. Se di, në autoj zhurma. E rëndësishme. E pesta, ti bësh gjërat me qëllimin e vetëm që t'jetë kënaqësia e Zotit. Kur ta bësh diçka, bëhet me qëllim për të kënaqur Allahun xhel xhelalu. Ka thënë Zoti xhel xhelalu kur lavdroi Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu në surën El-Lejl. Ajetet e fundit të surës El-Lejl kanë zbrit për Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Çfarë tha? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Pastaj çfarë tha? Wala sawfa yarda. Nuk japin, nuk shpenzojnë vetëm se për hir të Allahut, dhe Allahu do të kënaqet prej tyre. Pra kur ta bësh diçka, bëje për atë të Zotit. Bëje për atë të Zotit. Nëse e bën për atë të Zotit, vallahi bilaj për Zotin e madh. Subhanallahu, ta jep Zotin ndjeshmërinë që është në këtë botë. E gjashta ose e shtata, nuk ka problem si numër, është sinqeriteti dhe kjo s'ka nevojë me detaju. E shtata, të kënaqesh në sprov dhe mos rebelohesh. Njeriu sprovohet. Edhe dikush e çon mendin ke Zoti, Allahut jemi të Allahut, përmend Allahun, e përjeton dhimbje normalisht, po dhe dikush tjetër shpërthen, dikush tjetër domethënë shprehet, ndoshta dhe rebelohet, ndoshta dhe flet gjona që subhanallahu janë shumë të rënda për të thonë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se njerëzit në sprov njihen. Kush dorëzohet ndaj caktimit të Zotit dhe kënaqet, nuk tha gëzohet, po tha kënaqet me kuptimin alhamdulillah. Fa alayhi ar-ridha, mbi të do të derdhet kënaqësia e Zotit. Wa man sakhita fa alayhi sakht. E kush zemrohet, nevrikoset, hidhërohet dhe reflekton në sjellje, në fjalë, në veprime, thot fa alayhi sakht. Mbi të do të derdhet hidhrimi i Zotit. Pra sprova që ka një moment që të fitosh kënaqësinë e Allahut, i ke parë disa njerëz subhanallahu, besimtarë kanë vënë re kur kalojnë një sprov dhe çojnë mendin ke Zoti, transformohen dhe mas provës. Ndërkohë që ka të tjerë që kur përjetojnë një sprov, transformohen shumë keq mas provës. Bëhen më tashpër, bëhen më dhunshëm, humbasin mëshirën, humbasin dhimbshurinë, transformohen si njerëz. Pse? Sepse sprovën nuk e kanë marrë si diçka prej Zotit, po e kanë marrë si diçka që mund ta menaxhonin vetë për ta rregulluar, për ta ndryshuar, se jo doli durësh apo nuk bën të duar e tjerë e tjerë. Pra ka dallim mes dy grupeve. 8. Lutja për besimtarët e hershëm. Pra, thamë ne, dashuria për sahabët, po jo vetëm për sahabët, edhe për ato tjerët. Ka thënë Zoti xhelle xhelalu në Kur'an: Min al-muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabët nga muhaxhirët dhe ansarët dhe ata që ndoqën rrugën e tyre, Allahu është i kënaqur prej tyre. Pra nëse ti ecën, dëgjoje, nëse ti ecën sipas Kur'anit, nëse ti ecën sipas Sunetit, nëse ti ecën në rrugën e sahabëve, pastaj në rrugën e tabiinëve që kanë ecën në rrugën e sahabëve, pastaj në rrugën e tabiinëve që kanë ecën në rrugën e tabiinëve, pastaj në rrugën e tabiinëve që kanë ecën në rrugën e tabiinëve, dhe kështu me radhë,
ecën në rrugën që kanë lënë pejgamberi sa me sahabët, ty të kap ajeti kuranor, radhiyallahu anhum wa radu an. Për këtë arsye Allahu xhel xelalu i lavdroi besimtarët në surën Al-Hashr, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ata që vinë më vonë për besimtarëve lutën duke thënë: O Allah, na fal neve dhe të gjithë ata që kanë besuar përpara nesh. Subhanallah, sa të bukura dhe sa mirë janë lidhë gjërat, vallahi bilaj për Zotin. Prej metodave të shpejta që fitohet në si Allahut është falënderimi i tij për çdo të mirë që të jep. Allahu thotë në Kur'an: "Wa la in shakartum la azidannakum." Apo jo. Nëse falëndoni do ashtu, jo, është diçka tjetër kjo që po them unë. Çfarë është kjo? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata wa yashrabu ash-sharbata fejahmeduhu alejha." Allahu kënaqet prej robit të tij kur han diçka ose pin diçka dhe e falëndron Allahun për të. Allahu kënaqet i madh i Zot kur ti han diçka, thua elhamdulillah, pin diçka, thua elhamdulillah. Kur ka thënë për han diçka dhe pin diçka, do thotë që çdo gjë tjetër. Vazhdojmë. Fitohet nësia e Allahut xhelle xhelaluhu atëherë kur njeriu i jep përparësi kënaqësisë të tij ndaj kënaqësisë së njerëzve kur hidhrohet ai. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men iltamasa rida Allahi wa sakhata alayhi an-nas." Kush cili do që i jep përparësi kënaqësisë së Allahut dhe mërzitë njerëzit për shkak të kësaj, do të kënaqet Allahu dhe njerëzit me të. E kush e hidhron Allahun për të kënaqur njerëzit, edhe Allahu dhe njerëzit do të jenë të hidhëruar prej tij. Pse? Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala, ka thënë fjalë shumë të bukur, thotë: "Ridha an-nasi ghayatun la tudrak, wa ridha Allahi ghayatun la tutrak." Fiksoje. Ridha Allahi ghayatun la tutrak. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Të kënaqësh njerëzit është e pamundur, të kënaqësh Allahun është e realizueshme, e mundur. Kështu që më mirë merru me njënin, me njëshin, me meritorin, se sa do të kënaqësh njerëzit. Amo ka i gjë të bukur, po e kënaq atë, e rregullon me të gjithë ai. Alhamdulillah. Allahu na bëf për atyre që ai është i kënaqur prej tyre. Amin. Le të vim tek pika e fundit, dobit, urtësitë dhe mësimet që përfitojmë nga suratu El-Bejjina. E para gjë, atë që është shumë e rëndësishme, pozita, rëndësia që ka, si më thënë, paraqitja e faktit dhe argumentit. Pra, të sjellësh fakt dhe argument për atë që beson dhe të argumentosh atë tek njerëzit, kjo është puna e profetëve të Zotit. Pejgamberët çfarë kanë bërë? Kanë sjellë faktet dhe argumentat se ata janë të dërguarit e Zotit. Pejgamberi sa çfarë ka bërë? Ka sjellë faktet dhe argumentat se ai është i dërguari i Zotit, se është i fundit, se është vula e profecisë, dhe se ky Kur'an do të jetë në fuqi deri në ditën e Kiametit, dhe se tradita e tij do të jetë rruga e vetme deri në ditën e Kiametit. Por çdo gjë e faktuar, çdo gjë e argumentuar. Ajo që kërkohet prej nesh është të jemi më këmbës dhe zëvendësit e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
Çdo njeri prej nesh mund ta bëj sipas mundësisë që ka, sipas hapësirës që i jepet. Ama nuk ka gjë më të mirë se sa kjo gjëja, vallahi bilaj, ka thënë Zoti në Kur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nuk ka më të mirë te Allahu. Nuk ka njeri më të mirë te Allahu se sa i cili ka besuar Allahun, bën vepra të mira, i fton njerëzit te Allahu dhe thot unë jam prej muslimanëve. Ky është më i miri. Beson, bën vepra të mira, e tregon veten e tij se është besimtar, musliman dhe i fton njerëzit te Allahu. Normalisht gjithë secili sipas kapacitetit, mundësisë, hapësirave etj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos besoj dikush se këtë duhet ta bëjnë vetëm njerëzit e ditur. Njerëzit e ditur kanë barrën më të madhe, njerëzit e ditur kanë peshën më të madhe, njerëzit e ditur kanë amanetin më të madh, po kjo nuk liron nga përgjegjësia askënd. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ballighu anni walau aye." Përçoni prej meje, transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet kuranor. O ti nuk di shumë ndoshta me fol, po ti kul huwallahu e di. Ja thu dikujt, ti wal asrin e di, ja thu dikujt, një hadith që kanë gjuar për komshiun, ja thu që kanë gjuar për prindrin, e thu. Ti kur i shef njerëzit që shkojnë atje dhe anej dhe gjithë anej bëjnë shok Zotit, e thu që kjo vallahi është shumë e rëndë. Njeriu nuk mund të jetë dhe besimtar dhe pagan njëkohësisht, i dhujtar. O do adhurojmë Zotin në trim me Zotin ose nuk shkon, ka i diçka këtu që nuk shkon. Nëse Zoti është ai që ka dorë gjithçka, si mund ta ketë varri, si mund ta ketë ajo ndërtesa, kushdo qoftë ndërtesa. Pra njeriu nuk është kusht të jetë i dituri, ama ta dish se nëse e bën këtë punë, ke bërë punën më të mirë që mund të ekzistojë. Dikush nëpërmjet një postimi, dikush nëpërmjet një libri, dikush nëpërmjet një kafje, dikush nëpërmjet një këshille, dikush nëpërmjet një qëndrimi në një situatë caktuar dhe një moment caktuar e rëndësishme, neve nuk duhet lirohemi asnjëherë nga kjo lloj mirësie. Sipas hapësirave dhe mundësive që na ka fal i madhi Zot gjithë secili prej nesh, pra thirrja në Islam është amanet dhe përgjegjësi për çdo musliman sipas mundësisë dhe hapësirave që ka ai. Kjo sure na mësoi se ideja e unifikimit të feve në një fe të përbashkët është batil, është një kot e madhe, është një e pavërtetë e madhe, e cila fton njerëzit në daljen nga Islami dhe futjen në një fe të re. Pra ideja për t'i unifikuar, ideja për t'i bërë një, ideja për të gjetë një fe të përbashkët, feja e Ibrahimit, edhe ku futen mrena të gjithë dhe bëhen kaçorrel ose mix, themi kush e bën këtë gjë, ka dalë nga Islami dhe është futur në një fe të re, e kush futet në një fe të re, Zoti thotë se pranoj. Ka thënë Allahu në Kur'an, nuk e pranoj. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Cili do që ndjek një fe dhe një besim tjetër përveç Islamit, Allahu në botën tjetër nuk do ta pranojë. Kështu që kjo sureja, subhanallahu, në këto kohë çuditshme është melhem, ilaç. Subhanallahu, sikur më pasardh për këtë kohë kjo sure. Mësim tjetër që në suratu El-Bejina është se ardhja në këtë botë e pejgamberit, sa e përmendëm pak, domethënë në fillim, ardhja e pejgamberit sa në këtë botë pas ka qenë domosdoshmëri. Domosdoshmëri. Thot pejgamberi sa në hadithin e saktë, Allahu u hidhrua ose u zemrua ndaj gjithë njerëzve përveç disa individëve nga idhtarët e librit. Kishin ngel disa në botë që ishin me besim të pastër. Përveç atyre, Allahu ndaj gjithë njerëzimit ka qenë i zemëruar dhe i hidhruar. Për këtë arsye solli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra bota pas së qenë në fund fare, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mori edhe një herë frym bota, ju dha dhe një mundësi botës. Mësim tjetër është arsyetimi, sidomos kur ka hapësirë për të arsyetuar. Urdhon çfarë thot Zoti këtu?
lem yekuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakkina hatta ta'tiyahum albayina. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka më të dashur se sa arsyetimi te Allahu. Për këtë arsye ka sjell pejgamberët që njerëzit të jenë sqaruar, që njerëzit të jenë sqaruar. Kjo sure, suratu Al-Bayyina, mësoi se çdo lloj lodhje dhe mundi pa dituri është humbje. Dhe çdo lloj lodhje dhe mundi kundër asaj që reflekton dituria është hidhrim dhe zemërim i Zotit. Dhe çdo lloj mundi dhe djerse e ndërtuar mbi dijen dhe të vërtetën është në të kënaqësia dhe dashuria e Allahut xhelaluhu. Kjo sure na mësoi rëndësinë që ka sinqeriteti, pasi që ka urdhër i të gjithë pejgamberëve dhe të gjithë pejgamberët e kanë sjell, si më thon, urdhëresën, këshillimin për sinqeritet. Mirë, po kjo sure na mësoi gjithashtu se sinqeriteti nuk funksionon po nuk pati vepra. I sinqert ku? Në namaz. I sinqert ku? Në agjërim. I sinqert ku? Në zakat. I sinqert. Pra duhet të ketë vepra që e shoqërojnë sinqeritetin. Përndryshe sinqeriteti nuk është diçka abstrakte që ekziston në mendje. Sinqeriteti duhet të ketë ku përjetohet, ku të jetësohet, ku të aplikohet. Dhe vetëm rrugë për ta treguar sinqeritetin janë veprat. Për këtë arsye edhe në këtë sure, bashkë me sinqeritetin përmendi çfarë? Përmendi namazin edhe çfarë? Edhe zakatin. Një mësim tjetër që na jep neve kjo sure është tauhidi, njohëria e Zotit, nuk realizohet pa qenë besimi komplet i pastër dhe i distancuar dhe i kthjellët nga të gjitha ngjyrat e besytnive dhe paganizmave. Hunafa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, me besim pastër. Pra nuk mund bashkohet imani dhe besimi në një njeri i cili edhe beson Allahun xhallahu dhe beson diçka tjetër, apo lidhet me diçka tjetër, apo kapet me besytni të tjera. Nuk përputhet, nuk shkon. E këtë neve na mëson ose na e rikujton, le të themi, suratu Al-Bayyina. Suratu Al-Bayyina na tregon që të ketë kundërshti apo mendime të ndryshme është normale, sepse njerëzit janë të ndryshëm, e si pasojë dhe aftësia e tyre për t'i kapur dhe kuptuar gjërat është e ndryshme, dhe si pasojë edhe në punë të fesë dhe besimit dhe shkencave islame njerëzit kanë ndryshim mendimesh, dhe si surës Al-Bayyina kjo ka hapësirë. Derisa kjo nuk shkon në dy gjëra, derisa nuk çon në përçarje dhe në armiqësi, një, dhe e dyta, derisa ky mendim i ndryshe është jashtë justifikimit. Se unë kam mendim ndryshe për çdo gjë, në raport me besimin, në raport me durët, në raport me halallin, në raport me haramin, kajmen. Mirë, po kur dikush më vjen me jashtë hapësirës së justifikimit, nuk ka më. Për shembull, dikush thotë unë jam dakord me të gjitha, por thotë unë nuk e pranoj sunetin. Mund themi ne këtu tani kundërshtimi është i justifikuar? S'ka më justifikim. Tu nuk ka më justifikim. Tu kemi të bëjmë besimtar, mohues. Dikush thotë jam dakord me të gjitha, thotë po unë sahabët thotë nuk i du. Për shembull. S'ka më, humbi. Okej, duhet ta ftoj në Islam, duhet të asqaroj gjërat e tjera, por nuk mund të them ky është vllai im. S'është. Ai mund të pretendojë gjithë ditën dhe gjithë natën që jam vllai jot, po nuk je vlla. Pra ka ca gjëra që ka hapësira absolutisht. Dhe ka ca gjëra tjera që nuk mund të ketë hapësira. Për këtë arsye, domethënë dhe njeriu duhet di kufit e kësaj gjës, ku ka hapësirë dhe ku nuk ka hapësirë. Sepse ta shpallësh një jo besimtar është aq keq si ta shpallësh një besimtar jo besimtar.
A themi ne nuk ka gjë më të rëndë ke Zoti se sa një musliman, besimtar, ta shpallës jo besimtar, s'ka gjë më të rëndë. Ti lu me zerë në xhenemin. Po e njëjta gjë është e kundërta e vërtet, nuk ka gjë më të rëndë, nuk ka gjë më të pafalshme kështu themi në thojza, se sa një jo besimtar i të thosh është besimtar. Kështu që ka ca kufij që s'ka tolerancë. Flas tolerancën në kuptimit të emërtimit në bashkësi, dhe jo të jetë tuarit apo tjerë, kjo është gjë tjetër pastaj. Gjë tjetër që na mëson sura Al-Baqara është ka, si më thënë, ikhtilaf që ekziston prej sa kohësh o vëllezër. Ka 1300 vjet. Ka 1200 vjet. Ka 1100 vjet. Ka ikhtilafe që janë transmetuar nga koha e sahabëve dhe kanë vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Pra një mendim dhe opinion ndryshe që nuk është mbyll për 1400 vjet. Nuk mund ta mbyllësh ti sot se tu unë kam gjetë hadithin, kam gjetë argumentin. Po pse ata të tjerë çka kanë gjetë? Teuratin dhe Ungjillin. Edhe të tjerët me Kur'an dhe me Sunet argumentojnë. Prandaj nuk mund të mbyllësh ti një debat i cili ka 1400 vjet i hapur. Nuk mund ta mbyllësh. Për këtë arsye, prej gjërave më të bukura që kam gjetë në këtë tematik është fjala që ka thënë Abu Hasan al-Ashariu, e ka përmend Imam Dhahabiu, kam përmend edhe herë tjetër këtë. Imam Dhahabiu në librin e tij Sir al-A'lam an-Nubala, kur flet për Imam Abu Hasan al-Ashariu. Në shtratën e vdekjes thot Abu Hasan al-Ashariu. Abu Hasan al-Ashari ka kaluar 3 faza në jetën e tij. Kjo ka qenë e fundit, ku ka thonë unë jam në akiden e Imam Ahmed ibn Hanbelit dhe ka bërë 2 libra, ka bërë librin El Ibane fi Asl al-Diyane dhe ka bërë librin Maqalatul Islamin, që ka akiden e ehli sunetit ose ehli hadithit. Okej. Ndër të tjerë nga që ka kalu faza të vështira, ka qenë në fillim Mu'tazili, pastaj kaloi Kullabi, pastaj kaloi në rrugën e Imam Ahmed ibn Hanbelit. Ka thonë shtratën i mlodhi ato nxënësit e vet në shtratën e vdekjes ose familjen e vet, shtratën e dhe ju ka thonë dëshmoni nga unë shumë e madhe kjo vallahi bilaj. Dëshmoni nga unë se nuk e shpall qafir asnjë musliman që beson Allahun, beson botën tjetër dhe i drejtohet Qabes. Çfarëdo dhe sido që të besojë ai në raport me Zotin. Sepse u fut filozofia në lojë, edhe fillun këto termat në raport me cilësitë e Allahut e tjerë. U shfaqën Xehmit, u shfaqën Mu'tazilit e tjerë. U shfaqën Mujassimet e tjerë. El Mushabbiha, ata që ngjasojnë Allahun me krijesat, e shembullojnë Allah e tjerë. Çfarë thot Imam Dhahabiu? Komenton fjalën e kujt e Abu Hasan al-Ashari. Thot: "Wa kana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yaqulu mithla hadha." Thot dhe hoxha jon Ibn Taymiyyah thoshte të njëjtën gjë. Dhe thoshte gjithashtu, që sa e bukur. I dërguari i Allahut nuk e ka lidhur besimin e besimtarëve me termat, por e ka lidhur me namazin dhe me abdesin. Allahu Akbar. E ka lidhur besimin pejgamberi me çfarë? Ka thënë qenia e njeriut në abdes është shenjë e besimit. Ardha e njeriut vazhdimisht në xhami është shenjë e besimit. Nuk u fut pejgamberi sa në terminologjia. Pastaj Abu Hasan al-Ashari çfarë tha? Allahu mëshiroft. Sepse qëllimi i gjithë secilit ka qenë vlerësimi i Zotit nga tmetat. Në fund fare, ka njerëz që janë shumë të sinqertë në problemin e tij. Është i sinqertë në ato, se baj dot në Allah, nuk e imagjinoj dot këtë që tuti. Ti thuar ke argument, thot nuk është mësuar në Allah. Shkolla e tij, qysh kur ka qenë në Mejtep, në Kopësht, në fillore, në 8 vjeçare, në mesme, në të lartë, gjitha fazat e zhvillimit të tij shkencor kanë qenë me këtë lloj besimi. Ka të pamundur ai që të ngjoj ty i argument sot, ka të pamundur. Ashtu siç mund të jetë e kundërta. Dikush tjetër që ka këtë mendim, sado që ti flasi bindshëm apo logjikisht, me logjik, me arsye,
Thot, jo vëlla, unë jam këtu, jam me hat fare. Zoti është mbi arsh. Zoti zbet në qiellin e dynjas. Allahu ka dorë, po dora e tij nuk i ngjason duarve të krijesave të tij, siç e ka thënë Zoti kur etj. Gjitha cilësitë e Allahut. Dikush tjetër do të çfarë thu, po me besu unë atë që thuti dal nga feja, thon. Jam qafir. Çfarë ti thosh ti këtij për shembull? Çfarë ti thosh? Ai e ka nga meraku për Zotin, që mos ta ngjasoj me krijesat, ja interpreton. Ti thu, jo, valla, unë i marr siç janë, pse tu të interpretoj? Por unë kam besimin që këtu kemi të bëjmë vetëm me emrat ngjashëm. Siç themi në fuqia e Allahut, s'është si fuqia e krijesave, siç themi në dia e Allahut, nuk është si dia e krijesave, siç themi dëgjimi i Allahut, nuk është si dëgjimi i krijesave, siç themi në shikimi i Allahut, nuk është si shikimi i krijesave, themi dora e Allahut, nuk është si dora e krijesave, e qeshmja e Zotit, nuk është si e qeshmja e krijesave, mëshira e Zotit, nuk është si mëshira e krijesave, e folmja e Zotit, nuk është si e folmja e krijesave, dashuria e Allahut, nuk është si dashuria e krijesave. Këto shkojnë edhe në mohim dashurisë. Thonë, nuk themi dot se Allahu do. Se po shiftani fillo loja. Se po thosh se Allahu do thotë se Zoti ka ndjenja. Po pati ndjenja, do thotë se ka vena, ka artere, fillon pastaj ka. Po pse më vëlla çon ka gjatë? Besoj se Allahu don, siç e ka thënë Allahu në Kur'an, ne nuk e dim, po e besojmë dhe mbaroj historia. Për këtë arsye për gjëra më interesante që kam dëgjuar në jetën time, ka qenë një nga ligjëratat e fundit të Shekh Butit, Zoti e pasfar dhe pas mëshiru. Edhe po bëjtë këtë dallimin mes akidës së kështu, bëjtë dallimin edhe akidja selefie, akidja sharia, pra akida e hadithit me akidën e sharia. Edhe ka bërë një interpretim kështu, e 7 minutësh. Unë besoj, ndoshta ka qenë një nga interpretimet më brillante të dallimit. Sepse çdo njeri ka momente, si më thon, kthjellimi. E çfarë thoshte aty? Gjë thoshte, këta thotë që thon kështu e kanë ndërtuar kështu thoshte në gjuhën arabe, po thon nuk është si e krijesave. Ndërsa ne thotë kemi ndërtuar kështu, sepse themi edhe i do të thonë ndarjen logjike të gjës dhe justifikimin logjik të ndarjes. Për shembull, tha ne nuk themi dot tha që mëshiron, nuk themi dot edhe subhanallahu. Dhe nuk themi dot tha që yuhib. Se do. Sepse ato pranojnë për Allahun vetëm 7 cilësi. العلم والقدرة والوجود والعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والمخالفة للحوادث. Të gjitha atributet e tjera interpretojnë. Dashurinë si e interpretojnë? Dëshira për të bërë mirë. Çfarë tha? Vallahi më rënqetet mishi. Jo, thonë dashurinë e Allahut e pranoj si cilësitë e Allahut, nuk e interpretoj dot. Nuk mund të, pavarësisht se në akidën e sharia interpretohet, nuk mund të thush që Allahu do. Dashuri është, domethënë, dëshira e Zotit mos më i bë keq robit. Dëshira e Allahut dhe vullneti i tij për ta shpërblyer njeriu në botën tjetër. Po jo po pse e thash këtë? E thash këtë sepse po të kuptohet kjo gjëja, njerëzit jetojnë të qetë dhe njerëzit jetojnë pa armiqësi. Se në fund fare siç ka thonë Ebu Hasan el-Shariu, se cili ka pas një qëllim, dëlirësimin e Zotit nga tmetat. Dikush ka menu kështu, se ashtu është rritur burri dheut. Dikush ka menu kështu. Argumenti më i bukur për këtë është Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani. Po ta shohin cilësitë e Allahut, rregulla është fikse. Ka raste që del nga rregulla thot interpretim. Po çfarë do të thoshte? Ijtihad. Kështu është ijtihadi i tij. Pa s'ka dal nga elusineta as nga e vërteta, me fjalë me rezultate në cilësi të caktuara, sepse mënyra se si ai e trajton është ajo që trajtohet në elusinet. E rëndësishme, nuk e di pse u futëm shumë të kjo pjesë. Kjo sure na mësoi, edhe 1 minutë. Kjo sure na mësoi se baza e davetit është Kur'ani famëlart dhe jeta e pejgamberit alayhis salam. Dhe mënyra e kuptuar nga brezat e parë, sidomos sahabët radhiyallahu ta'ala. Mësim tjetër që na jep neve kjo sure është se shpalljet e ardhura nga Zoti tek profetët e tij nuk bien ndesh me njëra tjetrën, përkundrazi plotësojnë dhe shfuqizojnë
njëra tjetrën. Suratu Al-Bayyina na mësoi se besimi është me zemër, me gojë dhe me vepra. Suratu Al-Bayyina na mësoi sa e rëndësishme është që njeriu të lidhet fort me Kur'anin. Suratu ku e pam këtë ne? Kemi parë kur i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kujt i tha? Ka urdhëruar Zoti ta lexoj Ubej ibn Kabit. Pra lexim nga Xhibrili, përsëritje me Xhibrilin dhe lexim me sahabët. Atëherë jemi fakti dhe argumenti nuk quhet se ka ardhur, po nuk qej i aft ai që e sjell argumentin dhe po nuk largoi gjitha dyshimet nga personi të cilit i vjen argumenti. Suratu Al-Bayyina na tregoi se smundjet më të rënda që i ndalojnë njerëzit nga pranimi i Islamit janë dynjaja, kjo botë, 2. Pozicioni shoqëror që mund të ketë njeriu në këtë botë, pra dynjaja me kuptimin ka frikë se humb pasurinë, ose pushteti, pozicionet shoqërore që mund të gëzojë njeriu duke mos qenë në Islam. Inati dhe smira dhe mendjemallësia. Këto janë pesë, si më thon, 5 shtyllat ku rrotullohet mospranimi i të vërtetës, ose për arsye të kësaj bote dhe pozicioneve që ka njeriu në këtë botë, ose për arsye të inatit, ose për arsye të smirës, ose për arsye të mendjemallësisë. Ka dhe një arsye tjetër, ndjeshmëria se mos po tradhtoj fen time apo profetin tim deri më sot. Ka njerëz që janë të kthjellët dhe të qartë, po i duket se po të pranojë Islamin sikur po bën tradhti. Ama e vërteta cila është? Se nëse ndjek Islamin, jetë të ke ndjek porosinë e profetit tënd. Për këtë arsye ne themi, kush pranon Islamin ka fituar Muhamedin pa e humbur Jezusin, pa e humbur Mojsiun, pa e humbur profetin e vet. Përkundrazi, ka fituar dhe një tjetër. Për këtë arsye dhe shpërblimi atyre që pranojnë Islamin është 2 fish në raport me ne gjunafçarët që e morim 1/10, ata e marrin 1/20. Si që është njoni këto që ka pranuar Islamin. I bëjnë sy xixa, alhamdulillah. Na mësoi suratu Al-Bayyina se kënaqësia e Allahut fitohet. Nuk është e paarritshme, po thjesht njeriu duhet të bëjë zmetin. Na mësoi suratu Al-Bayyina se frikë respekti, el-khashje, është një nga shkallët më të larta që arrin njeriu në raportet me Zotin e gjithësisë. Lut Zotin madh që të na bëjë për këtyre njerëzve dhe lut Zotin që të kemi përfituar nga suratu Al-Bayyina.